dështune me theksu tek përfitimet e mujt shajt Ramazanit dhe agjerimi si pas fejs islame, kjo agjerimi me tërditor dhe pa ushqem, përfitimet e ti. Më thanë, nëse më pyet dikush se cilat janë shtyllat kryesore për një mirëqenje dhe për shëndet mirë, atëherë unë kisha me thonë mirëqenja psikologjike në radhë të parë, që këto ata ofron, më thonë, periudha e agjerimit, sepse dim që muaj shajt i Ramazanit është edhe i lidhur shpirtërisht edhe emocionalisht dhe normal edhe fizikisht, njeriu është i lidhur kryesisht me këto, përjeton këtë formë. Më thonë, është mirëqenia psikologjike. Qysha arrim këto? Arrijet me furnizimin e dur të oksigjenit. Qysha arrim furnizimin e dur me oksigjen trunit është niveli ullë të stresit. Qysh mujna me ullë nivelin e ullë të stresit, normal në këtë rast bëhet me besim, me hecje, me kontakt me natyren, edhe normal aktivitet fizik, qysh është